Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë me ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit në televizionin Koha. Si tradicionalisht edhe kësaj radhe kemi një ish futbollist dhe trajner aktual i disa klubeve, pra bëhet fjalë për Bashkim Livorekën. Bisedën me trajnerin Bashkim Livoreka e zhvillojmë pikërisht në hapësirat e shtëpisë së tij. Bashkim, fillimisht ju falenderojmë që pranuat të jeni pjesë në emisionin me legjendat e sportit. Kënaqësia është e ime, Shavon, dhe falenderit televizionit Koha dhe emisionit sportiv i cili ndjek të gjithë sportistët ose ish lojtarët e Tetovës Anëmban. Po. Atëherë, Bashkim, fillimisht na thuaj, kush është Bashkim Livoreka? Pasi opinioni me siguri se duhet të dinë se si ka filluar edhe kush në të vërtet trajneri aktual Bashkim Livoreka. Kështu, Bashkim Livoreka është i lindur më 1/7/1969 në Tetovë, nga një familje e ardhur nga Kosova, kështu që karriera e tij filloi pikërisht në Tetovë, karrierën e futbollit e fillova në Tetovë, në klubin futbollistik Tetex. Atëherë, Bashkim, fillimisht na thuaj me pika të shkurta si vendoset dhe kur filluat hapat e para të merreni me futboll. Kështu. Në atë kohë mbaheshin turniret shkollës fillore në qendrën sportive. Isha dikun 13 vjeçar dhe ka shkolla fillore. Pasi që atëherë ishim më shumë shok të ngushtë me ish lojtarin e Shkëndijës dhe Tetexit, edhe shumë klubeve tjera, Ali Modaj, shok të ngushtë të Lagjësh. Atëherë luanim në një turnir shkollë fillore në qendrën sportive. Për fat të mirin, Ali Modaj atëherë luante në Tetex, ishte lojtari i Tetexit. Mirë, po në atë turnir unë u zgjodha si gollshonues i turnirit dhe trenerat e atëhershme të klubit futbollistik Luboteni dhe Tetexit, pasi që atëherë nuk ishte Shkëndija, ishin interesuar nëpërmjet Halim Modajt që unë të shkoj të një klub, por unë për shkak se shokët i kishim në Tetex të vendosa të shkoj në Tetex. Pasi që gjithë këtë e bona në shefstin për shkak se prindje nuk na linte atëherë të lunim futboll, si shumë djemve të ri. A e mban mend Bashkimi se kur e ka luajtur ndeshjen e parë zyrtare për ekipin e Tetexit? Po, më kujtohet ndeshja e parë zyrtare ka qenë me OFK Beogradin në Beograd. Liga e ditë apo? Liga e ditë e Jugosllavisë ka qenë ajo. Çfarë rezultati patët dhe ju çfarë pozite keni luajtur? Për fatin tonë të mirë në atë kohë, bashkë në atë kohë ishte që duheshin të luajnë 2 lojtar nga 21 vjet. Jo një, që është tash, por 2 lojtar nga 21 vjet. Po. Dhe atëherë ishim ne 4 lojtarë që garonim, se çdo klub kishte 4 lojtarë, pasi që duheshte ditë të luanin dhe ditë të ishin në bankën rezervë. Në atë kohë luante Ali Mudaj dhe ishim une, ishte Luzim Ibrahimi dhe Borçe Jakimovski, mos harroj. Ka qenë gjenerata ndër 21 vjet që ishim ne 4 luanim gjithë një rotacion në bazë të nevojës. Çfarë pozite luajtët dhe a shënove gol në atë? Po, në atë kohë luanim si krau i gjatë. Më thonë luajshte me krah ose krilla i thonë atëherë, unë luaja krau i gjatë i ekipës. Shtaçe për ndryshe. Si ndiheshte Bashkim Livoreka në ato momente si futbollist i një klubi të njohur? Shikon, debutimi im atëherë ishte ëndër. Pasi që mbaj mend atëherë ne u thonim 2 ditë përpara, një ditë na shkonte rrugës dhe një natë flenim në hotel dhe nesrit luanim në atë stadion me kë do të ballafaqoheshim.
Gjatë treningit të fundit unë e vërejta se do të luaja, pasi që e pashe më afroj në ekipën e parë dhe kisha trem gjatë muramjes dhe gjatë ditës para loje, mirë po kur fillon të luajsh, çdo gjë kalon dhe hin në rutinë. Në ekipin e TETEX-it, Bashkim Livoreka, simbas informatave që kam unë, ka luajtur nga viti 1983 deri në vitin 1989. Atëherë na thuaj, sa ndeshje zyrtare keni luajtur dhe valla e dini edhe sa golla keni shënuar në gjatë asaj periudhe? Shiko, me ndeshje nuk i di, po edhe me golla nuk i di, pasi që atëherë nuk kishte barometër statistikave të tilla. Dhe për fat keqin tonë nuk e dijem sa golla kam shënuar, por e di që vitin e fundit kur kam hi në ekipën e parë nga juniorët, pasi që në atë kohë luanim me juniorët, ushtroheshim me ekipën e parë. Ashtu shkonte ajo sistemi i ti në kohën e atërshme, kështu që në ekipën e parë hira me 25 golla të shënuara si junior. Dhe gollshënuesi më i mirë i reprezentacionit e atëherë të Maqedonisë, dhe atëherë mora edhe ftesën e reprezentacionit të Maqedonisë në brenda në Republikat e Jugosllavisë. Për këtë do flasim më ndaj. Keni luajtur në ekipin e parë, në ekipin e TETEX-it, kur skuadra ishte në ligën e parë të ish Jugosllavisë? Jo, nuk kam qenë atëherë për fatkeqësi tonë, pasi që ne në atë vit kur TETEX-i ra nga liga e parë, ne ishim dikundi të shumë të ri dhe ushtronim me juniorët. Dhe fati jonë që ne dulëm në ekipën e parë ishte edhe pikrisht ajo që ramja e TETEX-it nga liga e parë boni revolucion në ekip. Zhe keqe kanë një të mirë, ashtu? Pasi që të gjithë lojtarët kvalitativ dhe që ishin sërbe, kosovarë, që kishte të anë mban, Maqedon, u larguan dhe TETEX-i u detyrua atëherë morën hap që të bëjnë ligën e ditë një hap prapa dhe të orientohen në forcat e veta, vetanake, dhe më thonë, Tetovës dhe të Maqedonisë anë mban. Cilët futbollistë shqiptar ishin bashkë me ju në atë kohë? Në atë kohë me mua kanë qenë, dhe më thonë, të gjithë lojtarët shqiptarë që gjatë kohë pastaj luajtën bashkë janë Gajur Sadiku, Skender Januzi, Qatip Osmani, Halim Hodaj, ka qenë Lulzim Ibrahimi, jeton Nesimi Pirokit. Jeton Elezi, ishte i ri hini në ekipën e parë, por jo në ligën e dytë të Jugosllavisë, por ligën e tretë të Jugosllavisë. Unë tash t'i ceka të gjithë lojtarët që kam luajt. Kurse në kohën e Jugosllavisë ka qenë Gajur Sadiku, Skender Januzi, Halim Hodaj, Lulzim Ibrahimi. Edhe Qatip Osmani, Paraqitja e juaj e mirë në ekipin e TETEX-it, gjithsesi se është ndjekur edhe nga trajnerët e klubeve tjetër. A keni pasur ndonjë ofertë nga klubet tjera? Kështu, unë se e di, nuk kam qenë vetë në biseda, mirë po oferta, një ofertë ka qenë ajo e Lirisë Prizrenit. Pra, në vitin 90-91 keni qenë në Lirinë e Prizrenit. Si u pritët ta qenë? Në Lirinë e Prizrenit, unë nga në fakt, në atë kohë, ne luajtëm dikundi 3-4 loja kundër Lirisë Prizrenit. Edhe pikrisht kjo U21 detyronin ekipet që të orientohen disa lojtarë kvalitativ anë mban ligës. Liria e Prizrenit, pasi që e dinte se unë jam një ndër ato në U21, kishin shpreh dëshirë të më marrin në Lirit Prizrenit, atëre në ligën e ditë të Jugosllavisë. Po, edhe kishin rënë kontakt me ish portierin e TETEX-it, Tomicin. Tomici kishte mbrojtur në Lirit Prizrenit dhe
kryetari i Lirisë Prizrenit duket ka qenë Agim Bytyqi, ka kontaktuar dhe pastaj unë rash në kontakt me Agim Bytyqin dhe të kryesinë e Lirisë Prizrenit dhe shkova në Liritë Prizrenit ku luajta 1 vjet. A keni qenë standart në ekipin e parë? Në Liritë Prizrenit kemi qenë standart deri në momentin kur ne të gjithë shqiptarët që bënin pjesë, ekipet dhe lojtarët në kohën e Jugosllavisë u detyruam të për shkak të situatës aktuale, politike, po. Morëm vendim që të gjithë shqiptarët të largohen nga ajo ligë, të cilën nuk e pranonim atëherë ligën e Jugosllavisë. Dhe mirë po nuk linin ato, nuk kishim kohë të rrim të atij dhe kështu që unë u detyrova të largohem edhe nga Maqedonia dhe Prizreni. Pas Lirisë së Prizrenit, Bashkim Livoreka shkon në Gjermani. Po, në atë kohë nëpërmjet një menaxherit Nasser Lika, atëherë unë u detyrova të shkoj në Eintracht Norton, në atë kohë ishte Oberliga, quheshte. Apo Liga e Tretë. Apo Liga e Tretë Gjermane, në Republikën Niedersachsen ishte atëherë. Kështu që atje isha 4 vjet. Pastaj unë në vit 90, do të thonë pas 4 viteve, për fatin tonë të mirë, unë kur shkova në Gjermani, shkova me dokumentet e Lirisë Prizrenit nga Federata e Jugosllavisë. Morëm një certifikat. Se atëherë figuronte certifikati i Jugosllavisë. Mirë po, kur pas 4 viteve unë nuk vlente më ai certifikat. Doheshte të marrim certifikat nga Maqedonia. Maqedonia në atë kohë nuk njiheshte as nga Federata e Gjermane, si Federata e Maqedonisë, e pa pranuar në FIFA e UEFA. Nuk ishte si shtet e pranuar akoma, por edhe si federat. Dhe unë detyrova atëherë në atë kohë të kthehem përsëri në Maqedoni. Atë kohë ishte Shkëndija në aktuele. Po, mbas 92, 93. Unë u ktheva 95, 96, po. Në Ligën e Tretë me sa duket, në Ligën e Dytë, po. 95, 96 Ligë Dytë, atëherë këtu i takova shumë shokë tjerë që kishim luajtur bashkë. Atëherë na përshkruaj ardhjen tuaj në ekipin e Shkëndijës, pasi keni qëndruar nga periudha 1996 deri 99. Po, deri 99, po. Në Ligën e Dytë, pastaj u kualifikuat në Ligën e Parë, përsëri ramë kështu me radh. Ato ishin kona të rëndash, nuk është si tash që është tash lojtarët e Shkëndijës kanë shumë më lehtë se sa ne atëherë. Ishte një kohë shumë e vështirë për lojtarët shqiptar, posaçërisht Shkëndija. Në atë kohë ne figuronim gjithë shqiptar, ishim në ekip. Dhe ishte shumë rëndë pasi që na dononin për çdo gest nga publika, po qoftë ajo një... Në kohën e Ljubislav Ivanov Dzingos, ai ka qenë kryetari i federatës asaj kohe. Edhe më kujtohet mua, shpesh tash unë bisedoj me kolegët e mi, me shokët, se si ne luanim gjithnjë në Struk, ose në Kurçov, ishim të dënuar për një shkrep. Cila ishte ai rasti që ndodhi ndërprerje ndeshjes, dënimi i lojtarëve këtu në Tetov, ndodhi me Bellasicën, me sa duket me? Po ajo ka qenë me në kohën e Dzingos, po përsëri, por presidenti ishte Abdel Nadia atë. Po. Në këtë kohë... Çfarë në fakt ndodhi në atë ndeshje? Akoma shumë lojtarë ne brenda nuk mundim ta kuptonin, pasi që ishte u bë një rëmujë e madh. Një rëmujë e cila ndoshta vetë federata e inskanoi dhe tentoi ta huaj te ndonjë lojtar, te ndonjë kolegë i por kjo ishte gjithë inskenuar nga federata ose nga shteti. Atëherë u dënua me sa duket Skender Jonuzi edhe Ali Modaj. Edhe Muharrem Dosti. Duket ka qenë Dosti edhe Ali Modaj. A ishe pjesë asaj ndeshje edhe ti? Unë nuk isha për fat, nuk isha pjesë asaj ndeshje, për shkak të një lëndimit duket ka qenë, nuk isha, dhe
ndoshta do të isha edhe unë në grupën, pasi që e di vetën se jam pakës edhe ambicioz ose rigoros. Po, a mbani mend sa ndeshje keni luaj për ekipin e parë të Shkëndijës në të kohë që keni luaj dhe sa gole keni shënuar? E ceka parës se nuk në atë kohë për shkak të elektronikës, atëherë nuk kishim ne për fatin të keq tonë, nuk kishim asnjë informatë sa luajshte. Ndoshta tash me i marr ato protokollat i nxjerrin një nga një, nuk shënoheshin bile edhe tash sot ne mund të bisedojmë shpesh edhe me qatën edhe me shokët bisedojmë, ne gollat i kemi me gojë të mbajtur mend. Do të thonë 8, 9 sezon, 10 sezone. Mirë, po si tash që janë statistikat për fat të keqin sakta nuk i kishim. Nuk i kishim as minutazhat, as lojat, por as gollat. Por janë shumë loja të luajtur. Gjatë asaj kohe, cili ka qenë momenti më i gëzueshëm i Bashkimit në fanellën e Shkëndijës dhe cili ka qenë momenti më i rëndë, më i vështirë? Po, shikoni Shavon, normal se momenti më i gëzuar është hipja në ligë dhe momenti më i idhët është ramja nga liga. Ata janë gjithë di qana shumë të mirë, njëna është shumë e mirë, tjetra është shumë e idhë. Në më thënë, inkuadrimi ligën e parë dhe ramja nga liga. Për herë parë në histori, por nuk gjati vetëm një sezon edhe... Nuk gjati pasi që thash, ishin kona të vështira. Në vitin 2001, e dim çfarë situate kishim, shumë futbollistë shqiptar kaluan nga ekipet e Maqenisë, shkuan në Kosovë, një ndërta ishit edhe ju që kaluan në dritën e Gjilanit. Na përshkruaj këto momente me cilët lojtarë ishit bashkë atje dhe çfarë suksesesh shënuat atje. Pas për fat keq në 2001 e dim se çfarë ndodhi. Domethënë lufta e banit vetën që në atë kohë ne u detyruam. Pas asaj kohë kishim ofertën të shkonim në dritën e Gjilanit. Tash Gjilanit, tash edhe Shëmjet ishte edhe kampion i Kosovës, që shfrytzoi rastin të që uroj nga ky emision. Në atë kohë ishim jo pak lojtar të shkuam në dritën e Gjilanit. Ishte Lirim Saiti, Bekim Osmani, Ali Mudaj, unë edhe Qatip Osmani, edhe Ismaili. Gjysma e skuadrës. Po përveç asaj në atë kohë, përveç neve ishin edhe portieri Gjemaili Zeqiri Kumanovës. Po. Edhe mendoj se bonim tikun të 90% ekipës ishin të Maqedonia, po. Edhe Meriton Berisha, po. Edhe si u përkrahen publika nga Gjilani? Shikoni, ato atje, me qenë se na njifshin, pasi që atër ato ishin të lidhet shumë me Tetovën. Pas ngjarjeve të... Posaçërisht në kohën e para luftës, ato e ndjekshin Shkëndijën. E gishin ndjekur dhe e donin pasi që ishin rrjedhoja se atëre në ato kohë Shkëndija ishte ballafaqoheshte me shumë vështirësi të ndryshme në Maqedoni. Çfarë suksesi patët me dritën e Gjilanit atë kohë që ishit ju? Në kohën e atëherë, në ato kohë, një vit para kampion, një vit e fundit kupën. Më thonë, në vitin ne... Dhe suksese të mira keni arritur më atë, po. Ne kur shkuam i morëm kupën. Kurse një vit para, disa lojtarë ishin edhe kampion të dalën. Sezoni 2003-2004 e gjenë Bashkim Livorekën përsëri në ekipin Kuqezi, pra në ekipin e Shkëndijës në Tetovë. Po, pasi filloi u ndal lufta në Maqedoni, në atë kohë Shaban Sinan Idrizi. Në atë kohë Sinan Idrizi u kthye si sponzori i Shkëndijës dhe ne bashkë që ishim në dritën e Gjilanit u transferuam në Shkëndijën e Tetovës. Kështu që atë kohë, 2003-shin, filluam përsëri, ishte në ligë ditë. Po, pas kthimit, pas asaj dënimit një vjetë që nuk vetë për shkak të konfliktit.
kështu që të Shkëndijën e detiruan të startojnë në atë pozitë, në atë ligë ku ka qenë. Më thonë, startoham në ligën e ditë të Maqedonisë. Dhe suksesi ishte? Ne atëre nuk mundëm të hipim ligën e parë. Nuk mundëm, por ishim një ekip shumë ambicios dhe një ekip shumë e mirë, e cila Sinan Idrisi menaxhon të shumë mirë dhe bëri një ekip jashtëzakonisht mirë dhe ishte një profesionalist shumë i mirë. Dhe mendoj se Sinan Idrisi bën të çmos që Shkëndija të bëhet një ekip e madhe si që është. Pikërisht atëherë u kriju edhe Këshilli Koordinues për mbrojtjen e klubeve shqiptare në Maqedoni edhe atë. Dhe më vjen keq që ky person si Sinan Idrisi u detyrua të largohet për shkak të ndryshme X probleme të ndryshme, mirë po si sportdashës edhe si sponsor jashtëzakonisht ishte zemër madh dhe i duhur për të tonë. Me kualifikimin e klubit të futbollit Renova në Ligën e Ditë në sezonin 2004-2005, Bashkim Livoreka bëhet pjesë e klubit të futbollit Renova. Si ndodhi kjo që të bëheni pjesë? Kjo ndodhi spontanisht. Në atë kohë klubi futbollistik Renova hipi në Ligën e Ditë. Dhe shoku im, Lirim Saiti, i cili luante me neve, shkojnë në Renova, bashkëlojtari joni, që ishte edhe në Kosovë, edhe në Teteks, edhe në Kosovë, edhe në Shkëndij. Dhe ai ishte edhe kapiteni i ekipit të Renovës dhe në bisedë me klubin futbollistik Renovës, erdhë personalisht ai. Nuk erdhë as kryesi, as sponsor, ose kapiteni, po, i cili kishte autoritet mjaft në... Edhe në bisedë me mua dhe lojtarin Halim Modaj, dhe kështu që ram në ujdi të paktën të provojmë Renovën të hipim ligën e parë. Kështu që edhe ajo ndodhi. Hipi ligën e parë, pas hipjes ligën e parë detyruam që të largohen nga futbolli, se shifshim se nuk ishim më. Pikërisht në vitin 2006 Bashkim Livoreka e jep fund karrierës si futbollist aktiv. Po sezonin 2005-2006 unë u largova nga... A ke luajtur ndonjëherë ndeshjen lamtomirëse si futbollist aktiv? Jo, nuk kemi luajtur. Pse? Nuk e di. Nuk e di pse. Nuk kemi luajtur. Po shumë lojtarë, shumë kolegë të mi, gjeneratës time, ne nuk kemi pas ndeshje lamtomirëse. Më thonë, për këtë bisedoj, kur bëhet fjalë, bisedoj për kolegët e mi, si që është Lirim Saiti, Ali Modaj, une, Lulxim Ibrahimi, edhe shumë, se ti nuk e di, po Ibrahim Osmani, Skenderi, nuk e di qatë tip Osmani a ka loj lamtomirëse, më duket edhe ai nuk e ka. Nuk ka edhe, edhe pse përflitej se do të bëhet një ndeshje lamtomirëse për qati Osmanin, por nuk ndodhi ajo. Nuk, duket edhe ajo nuk ndodhi, po, ashtu, qartë. Keni qenë mbi 20 vite në për terenet e gjelbërsta të futbollit, duke filluar nga Teteksi, nga Shkëndija, nga Renova, nga Liria Prizrenit, nga Gjilani, në Gjermani, atëherë. Na thoni, çka ka fituar krahas famës Bashkim Livoreka dhe sa është vlerësuar nga ato klube? Shiko, për fatin, këtë bisedë ne kemi bërë edhe me kolegët tanë. Tash rinia e Shkëndijës ka lojtarët e cilët luajtën pas vitit 2013 e Këndej. E ceki, 2013 e Këndej. Janë shumë e fatë për shkak se tash ka një sponsor jashtëzakonisht të fuqishëm, të mirë. Dhe fati i tyre është që në kohën e tyre të vjen një sponsor si është sponsori ekolog. Sponsori ekolog Shkëndijën e bëri ekip jashtëzakonisht stabile, në të cilën ekip shumë lojtar, përveç se luajtën për ngjyrat e tyre, por u dul edhe profitabile. Një ekip që është simbol i futbollit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut. Por për të mirën
asaj gjenerate që tash 2013 e këndej e shijojnë, po del se përveç se asaj si klub stabil, ato edhe dele profitabile. Në më thonë, çdo lojtar kanë fituar shumë pare të majme pasi që sponsorit A jeni vlerësuar me ndonjë mirënjohje, qoftë nga institucionet komunale, qoftë nga institucionet sportive gjatë karrierës tuaj si futbollist? Shiko, për fatin të kesh një mirënjohje, ne kemi pas kështu në për ahenge të ndryshme, por kështu shtetërore ose zyrtare komunale, ose nga klubi futbollistik të ndryshme, jo, nuk kemi pas. Pas përfundimit të karrierës, ju filluat të ushtroni detyrën e trajnerit. Kur e filluat dhe ku? Cilët hapat e para si trajner i futbollit? Kështu ndodhe kjo. Pas largimit tim nga futbolli, u bo edhe largimi i Halim Mudajt dhe Qetip Osmani. Njëtën vit ne jemi larguar. Une, Qetip Osmani nga Shkëndija, une dhe Halim Mudaj nga karierën e përfunduam në Renov. Kështu që atë vit, 6 muaj pas asaj, klubin futbollistik Shkëndija e murë Samet Rasimi. Sponsori Samet Rasimi nga Miletina, i ardhur nga Danimarka. Ki pronar bëni kryesinë e vete dhe një ndër ato në kryesinë e tyre vendoi për fatin tonë të mirë drejtor sportiv Qetip Osmani. Qetip Osmani, pronari nga Qetip Osmani kërkoi përveç punën që do ta bëjë me ekipën e parë, ta konsolidoj edhe radhët e shkollës futbollit të Shkëndijës, pasi që ishte një adhurues i gjeneratave të reja dhe kërkonte të formohet një ekip nga themeli, domethënë me 3. Edhe drejtori sportiv i atëhershëm Qetip Osmani na thiri Halim Mudajin, mua dhe Bekim Osmani. Kështu që Halim Mudajin e bani koordinator të shkollës futbollit të Shkëndijës, unë e Bekim Osmani trener kadetët dhe juniorët. Dhe ne në atë kohë filluam të bëjmë seleksionimin nga dalë dhe filluam hapat e para të trenerave. Bashkim Livoreka mbahet mend si treneri i parë me klubin e futbollit Shkëndija që ka sjell një titull kampioni pikërisht me juniorët e ekipit. Cilët ishin ndjenjat në këto momente pasi ka qenë titulli i parë për ekipin e Shkëndijës? Dihet çfarë ndodhi në 2006 në finalen e kupës e Handej Këndej, mirë po titulli i parë kampion ndodhi me ekipin e juniorëve. Interesant, Shavan, në vitin 2009-2010, ne mbritëm me juniorët, mbritëm edhe në finalet të kupës, edhe u bëm kampion. Kështu që ajo gjenerat, pastaj edhe u transferue gjithë në ekipën e parë, që janë pjesëmarrës, që ndoshta shumë njerëz nuk e dinë, me ekipën e parë. Nga Liga e dytë në Ligën e parë dhe u bën kampion. Kështu që nuk duhet haruar gjeneratat, domethënë gjeneratat shumë lojtarë kaluan nga juniorët në ekipën e parë. Përveç disa lojtarë nga që kanë qenë. Është gjeneratat e cilat kaluan nga kadet junior, pi junior ekipën e parë, më thonë nga unë të Bekim Osmani, nga Bekim Osmani në ekipën e parë, vitin e parë, kurse vitin e dytë nga Bekim Osmani të unë, nga të unë dhe Qetip Osmani dhe pastaj unë me gjithë lojtarët ishim bashkë të Qetip Osmani. Dhe më thonë, ajo generatat që shkoj të Qetip Osmani ishin ja këto. Dhe më thonë, që nuk e dinë shumë veta, në atë ko punonim 2 trenera me një generat. Dhe më thonë, ishte Bekim Osmani edhe une. Punonim edhe me kadetet, edhe me juniorët, por shkonim në lojë bashkarisht. Përmend në 2-3 lojtarë, 5 lojtarë. Ferhan Hasan Buba është njëri. Buba, po.
është Xhelil Abdullaj, Mevlon Murati, një ndër talentet më të mëdhaj në atë kohë është Valmir Nafiu, i cili debuton me Bregalnicën e Shtepit me 16 vetë, ndoshta që theu rekordin e lojtarit më i ri që kanë Maqedoni, Darko Pançevi. Mos harrojmë, Valmir Nafiu debuton si lojtari më i ri në historinë e klubit futbollistik Shkëndija. Atë me trenerin Qetip Osmani. Deri në momentin kur debutoi edhe Dashmir Elezi, edhe ai pastaj u bë lojtar më i ri. Nuk e di me kohë, nuk e di, është para më i vogël se ai, nuk e di. Atë në atë kohë Valmir Nafiu theu rekordet gjitha të Maqedonisë në atë kohë. Viti 2010-2011, kampionati futbollistik i Maqedonisë për herë të parë, simboli i sportit shqiptar, i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, pra ekipi Shkëndijës, nga Liga e dytë në Ligën e parë dhe në Ligën e parë shpallet kampion i Maqedonisë së Veriut. Trener ishte Qetip Osmani, ju keni qenë në stafin e tij me sa duket. Cilët ishin ato ndjenja, si u arrit ky moment se askush nuk e priste një ekip që kualifikohet në Ligën e parë edhe po në të njëjtin vit bëhet kampion. Në atë vit që hipën Ligën e dytë, nga Liga e dytë në Ligën e parë nuk kam qenë unë. Në atë vit kam qenë unë të treneri junior, bashkë me Bekim Osmanin, që e lidhi paraprakisht me atë që atë vit një vit përpara u bëm kampion në Maqedoni me juniorët. Edhe ajo gjenerat që shkoi atje, që shfryzoi Qetip Osmani si për kuriozitet të ceki se Qetip Osmani ishte gjithnjë në kontakt me mua dhe me Bekim Osmanin. Në koordinim për punën e ekipit të rive, pasi që unë tash do të them hapta si është shumë adhuruese i lojtarëve të ri vendas të të varë dhe duke dhe t'i ceki disa lojtarë që ato në kohën e Qetip Osmanit debituan dhe ato janë Mamet Huseini, Ferhan Hasani, Jasir Selmani, Xhelil Abdullaj, Mevlon Murati, Valmir Nafiu, këto janë lojtarë të cilët edhe luajtën te Qetip Osmani gjatë kohë. Dhe janë emrat të njohur të futbollit në vendin tonë. Të Maqedonisë që gjatë kohë luajtën në Maqedoni dhe jashtë vendit. Do t'i ceki unë nga ajo gjenerat që u bën nga Liga e dytë, që i bën Ligën e parë, nga Liga e parë u bën kampion. Dhe luajtën diku 10-15 vjet futboll dhe bën transfere të ndryshme. Janë Xhelil Abdullaj shkoi në Hollandë, Ferhan Hasani Buba shkoi në Wolfsburg, Valmir Nafiu shkoi në Basel. E kështu me radhë lojtarë të cilët dolën nga shkolla e futbollit të Shkëndijës. Dhe u përpunuan ligën në ekipën e parë me Qetip Osmanin, për fatin e Shkëndijës u bën kampion. Kështu që atëre Shkëndija jo që u bë kampion, por e fitoi edhe Superkupën, fitoi Superkupën, përfaqësoi Maqedoninë e Veriut në Ligën e Kampionëve, ndeshja me Partizanin e Beogradit që ishte një ndeshje e jashtëzakonshme. Dhe këtu do të cekim edhe, domethënë përveç punës tonë që bënim, këtu janë Qetip Osmani, Eran Selimi, Metin Dalipi, të cilët bëjnë një punë jashtëzakonisht madhe. Edhe sot, domethënë 10 vite pas asaj, Shkëndija kishte një gjenerat jashtëzakonisht të madhe dhe ato lojtarë luajtën gjatë kohë në elitën Maqedonisë dhe evropiane. Por pas këtij suksesi që patët në ekipin e Shkëndijës, Qetip Osmani së bashku me bashkimin me asone u transferuar në ekipin e Renovës. Kjo do të thotë se puna e trenerit është e tillë, sot është kur ka sukses, e mirë po pak ndryshon klima, largohen dhe është e detyrueshme që të vazhdojnë punën, por në ndonjë ekip tjetër. Kështu, domethënë pas sukseseve të një pasnjëshme në vitin 2010-2011 që thamë se shampion dhe hirja në Ligën e parë dhe
titulli kampion në vitin 2013. Dhe më thënë ndodhi për plasjen e ekipit disa ndryshime. Ndryshime kryesisë, pikës pari. Ndryshime, kryesisë që Tip Osmani detyrohet të largohet te klubi futbollistik Renova. Shkorja që Tip Osmani te klubi futbollistik Renova më boni në atë kohë më thiri që Tip Osmani dhe Lirim Saiti, drejtori sportiv. Që të vazhdoni bashkë. Unë isha trener në Shkëndij, që të vazhdojnë bashkë në Renov dhe unë e pranova kërkesën. Dhe kështu që nga atëherë deri sot jemi bashkë. Më thonë nga 2013. Cilët janë sukseset që keni arritur më të mëdha me së bashku me trenerin e parë Tip Osmani, pasi ju gjithmonë keni qenë ndihmës i tij. Po. Kështu, sukseset më të mëdha rikthimi jonë në Shkëndij. 2017. Dhe më thonë 2017, pas 4 vjetëve kthehen nga Renova në Shkëndij. Plot 4 vjetë punë në Renault, dalja në Evropë me Renault. Përsëri kampion me Shkëndij? Shkëndij, edhe erdhëm në Shkëndij, të më thonë 10 vjetë me Ren, 2017-18, 18-19 kampion dhe fituar një titull. Dhe fitues kupës dhe fitues të Superkupës. Po. Dhe më thonë këto janë. Ja, Superkupa është fituar në vitin 2011, pastaj u ndal nuk organizohet Superkupa. Por sukseset ishin kualifikimi në play-off të për hyrje në grupe. 2 vjetë. Po, 2 vite me radhë. 2 vjetë me radhë kemi qenë kvalifikimin e Champions League. Që për fat keq, sot të ishte kjo rregullore të vlente, sot do ishim grupe të Liga Evropës. Po. Në atë kohë, se kalimi krugit parë e siguron Conference League. Kalimi krugin e ditë e siguron Ligën e Evropës. Conference League në lojën e parë. Lojën e dytë Liga Evropa. Ramja nga play-offi i Champions League ti automatikisht jenë në grupën e Liga Evropa. Si ishte përfaqësimi i Shkëndijës në garat evropiane? Do me thonë, se këtu do njëre përmendet se Shkëndija është një kombëtare e vërtet shqiptare, do me thonë sukseset më të mëdha e kualifikimi në play-off. Cilat ishin ato ndjenja dhe si u pritet nga kryesia e klubit, nga sponsori, ekologu e të tjerët? Shaban, duke ditur se Shkëndija në shumë vite nuk mund të kalonim një krug, ose 2 kruge. Vetë mbretja e Shkëndijës, ose kalimi i Shkëndijës deli të play-off Liga Champion, ajo të Tiranë të thua që këto loja janë sukses jashtëzakonisht për klubin futbollistik Shkëndija. Sidomos ndeshja me Gentin në Belgjik dhe ndeshja me Milanin. Ndeshja më e madhe dhe ndeshja më e përfolur, shumë e përmendur, si nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia është loja me Milan. Ajo ishte kulmi i lojtarëve, arritjes lojtarëve ose të një stafit. Edhe mbush arenën Todor Projevski. Sipas disa informate 32.000 shiku, sipas disa informate, dikun të 10-15.000 ka pas nga Kosova, të cilët një 5-6.000 kanë qenë athërus Milanit në atë kohë. Tash t'i kthehemi edhe klubeve tjera ku keni qenë pjesë. Ju një kohë të shkurt ishit së bashku me Tip Osmanin në drejtimin e stafit teknik në FC Shkupi, në Çajir. Pastaj një kohë të shkurt ishit edhe në Strug, pra në ekipin Struga Trimlum dhe në ekipin e Vllaznisë Shkodrës. Por këto janë momente më të shkurta, por pse ndodhi ajo? Largimi juaj? Pasi që ne jemi punëtor sportiv, jetojmë nga puna e jonë sportit, edhe për fatin të mirë tonë, kalimi jonë në Strug i përmbylli të gjithë klubet futbollistike shqiptare në Maqedoni, që ndoshta ne jemi trenerët të radhë, që kemi punuar në 4 klubet shqiptare të cilat kanë garuar në Ligën e Maqedonisë.
Edhe keni 3 tituj kampion. Dhe më thonë, duke përmendur Shkëndijin, Shkupin, Renovën dhe Strugën. Dhe më thonë, me Strugën përmbyllët ajo gjithë e puna jonë me gjithë të gjithë klubët futbollistike shqiptare në Maqedoni. A do të thotë që se në të ardhmen nuk do të pranoni të bëhej trener në ndonjë skuadër shqiptare? Po jo, ne do të thash, ne jemi punëtor sportiv dhe të gjithë do të çeki se ka pas oferta edhe nga disa klube të tjera në Maqedoni, Po. siç është Sileksi, Kratovës, Rabotnicki dhe Bregalnica. Ben Bregalnicën kanë qenë biseda të shkurtëra, kurse me këto tjerët ka qenë pak më serioze. Kurse shkuarja jonë jashtë Maqedonisë ishte shkuarja jonë në vllazninë e Shkodrës. Një surprizë ishte për ekipet shqiptare në Shqipëri, ashtu? Po, edhe për ekipet shqiptare në Shqipëri, por edhe për neve si trenera ne nuk ishim punuar jashtë Maqedonisë askundi. Po. Kështu që janë këto disa vite të pandërprera, të punuara në Maqedoni, të pandërprera. Dhe suksesi më i madh në Shkodër është që ja kthyet famën futbollit shkodran. Gjatë asaj kohe, gjatë asaj periudhe të shkurtë. Nga fundi i tabelës arritet që në Final Four luani. Shkuarja jonë në Shqipëri ishte dikundi 19 muaj, në fund 19 muaj, ekipa e vllaznisë Shkodrës ishte para fundit. Kurse ato kërkonin që të bëjmë, kërkesa atyre ishte që mos bim nga liga, por të hikim asaj zonës të rrezikshme. Me kalimin e kohës, shamon që cekët ju, me kalimin e kohës ne në fund, përveç se erdhëm të largona nga zona e rrezikut, edhe mes fush. Pastaj ishte lufta e madhe, pasi që e dini ju rregullat në Shqipëri janë Final Four, i cilat e 4 ekipet luftojnë për titullin kampion. Ne erdhëm në ekip, u bëm 3 pik nga kampion. Më thonë në Ignatius i erdhëm 3 pik. Dhe kështu pastaj erdhi edhe largimi, di xhiro para brenda natës. Ishte pak e habitshme. Ishte e habitshme për shkak se kishim një konflikt me drejtorin sportiv të atërshëm. Dhe kështu që u detyruam të largohem. Di xhiro para pasi që e siguruam Final Four. Bashkim, ti je një kohë të gjatë në futboll dhe ke punuar me shumë njerëz. Na thuaj, cili sipas juve është treneri më i mirë shqiptar i të gjitha kohërave në këtë moment? Flasim për Maqedoninë e Veriut. Po unë do të bisedoj veç për ato trenerët me të cilët kam punuar. Do të them veç me ato që kam punuar, se të tjerët, nëse duni të them kretë sipas juve, paushall është ndryshe, kurse statistikat janë ndryshe. Unë që kam punuar me trenerat gjatë kohë, dhe të kisha veçuar trenerin Hisnim Maxhuni dhe Bilbil Sokoli. Të di trenera shqiptar, të di nga Kosova, janë di trenerat me të cilët trenerat shqiptar kam punuar. Si njohës i mirë i rrethanave sportive, na thuaj çka i mungon sportit, gjithsesi futbollit tetovar? Futbollit tetovar i mungon unifikim. Futbollit tetovar, njerëz thash unifikimi gjithë punëtorëve sportiv, që mungon, nuk ka një shoqat punëtorëve sportive, shoqata e trenerave nuk funksionon. Më e keqja edhe më e duara është një fushë sportive të cilën si e ka Tirana, ta kena ne, pasi që dim të mbushim dhe dim të gëzojmë dhe më merr mendja se do të arrijm dhe ndoshta për një kohë të shkurtër do të arrijm edhe asaj fushë të shumë pritur të Shkëndijës. Ti kthehemi tash një pjesë tjetër. Dy vëllezërit tuaj, Muzaferi dhe Mujdini, janë të lidhur ngushtë me sportin. A vjen puna që do ne të konsultoheni lidhur me punën e tuaj si trener apo me punën e ndonjë klubi? Po,
shikoni, qatë karierës tonë, gjithsesi ne dashtëm ose nuk dashtëm, kemi biseduar, por në aspektin sportiv, gjithnjë jam konsultuar me ditë. A ke marrë këshilla nga vllau më i madh Muzaferi? Nga të ditë. Nga të ditë. Po, edhe nga Muzafer Livoreka, edhe nga Mujdin Livoreka, pasi që ditë janë njohës shumë të mirë të futbollit. Dhe gjatë shumë herë në disa pozita, pat pozicione jam konsultuar me ditë. Po. I ke marrë këshillat e tyre? Po i kam marrë pasi që si pozitive normalisht. Si pozitive dhe pasi që kanë ardhur disa pozita udhkryq që është dashur të marrë disa vendimmarrje. Si ajo kalimi im nga Shkëndija në Renov, si ajo nga Renova në atje, si atje, kështu shumë gjëra të ndryshme. Shumë normal. Ju keni djalë, merret me futboll? Ja, për fat keq tash ai nuk mirret, por deri në junior është marrë. Pastaj është detyruar të regjistroj fakultetin dhe unë nuk i bona shtipje shumë për shkak se Ballë jeni frigu që mos të kalon famën tënde. Jo, se ashtu, por nuk doja të mirret me futboll, të tregoj drejt. Si e kam përjetuar familja jote? Domethënë angazhimin tuaj larg shtëpisë, gjithmonë edhe në përfushat e sportit. Shiko, sporti është futbolli. Futbolli është sakrificë në vetë dhe kërkon familja sakrifikohet me të madhe. Do më thonë, gjatë karierës si lojtar gjithnjë je rrugës, gjithnjë je në karantinë, kurse ja edhe përsëri trener gjithnjë je rrugës, gjithnjë je në karantinë, por 2 vjetët e fundit për fat mirë timin dhe për fat mirë shumë familjes, kam qenë shumë pranë familjes, a? Jo, jashtë familjes, do më thonë, 1 vjet kam qenë në Shqipëri dhe 1 vjet në Strug. Do më thonë, nuk kam qenë prezent. Pyetjen e radhës dëshiroj të jeni shumë korrekt. Ku do ta shohim Bashkim Livorekën në sezonin e ardhshëm të futbollit? Maqedoni, Kosovë apo Shqipëri? Shikoni, tash këtë pyetje është një pyetje që nuk mund të jap përgjigjen të saktë pasi që nuk varet nga unë. Ofertat dhe bisedat i bëhen në të 3 vendet, ashtu? Në të 3 vendet dhe nuk mund të them se ku do jese, akoma nuk mund të them këtë saktë. Bashkim, me që jemi ka fundi e emisionit, atëherë na thuaj cila është porosia e Bashkim Livorekës si trajner i njohur, si ish futbollist i njohur, drejtuar rinis, atyre të cilët merren me sport. Kështu unë edhe kisha thonë, thjesht 2 fjali, çdo fëmijë të mirret me sport, por një gjë do ta kisha cek, se çdo lojtar ose çdo sportist i cili është në Shkëndi, në Renov, ose në Strug, ose në Shkup, ose pa marrë parasysh ku është, të shkoj paralel me edukimin. Normalisht. Çdo fëmijë, çdo lojtar të duhet të shkoj paralelisht edhe futbollin, edhe fakultetin, ose edhe futbollin, shkollën e mesme, kështu që të jetë gjithnjë edukuar në këtë aspektet. Në më thonë të ketë kulturë sportive. Në këtë aspektet, edhe si lojtar, edhe si personalitet. Bashkim, faleminderit që ishit pjesë i emisionit me legjendat e sportit në televizionin Koha. Faleminderit edhe nga ana ime, ju përshëndes, shkon të vazhdosh këtë punë që ke filluar dhe inshallah se je një ndër punëtorët sportiv i cili i ndjekën këto histori të vjetra që do të jesi. Pasi që e di edhe ke pas një libër dhe kështu të kuroj që t'jesh ma ambicios kështu si që je. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, pra ishte biseda me ish futbollistin dhe trajnerin e njohur Bashkim Livoreka. Deri në emisionin e radhës, natën e mirë dhe mirupafshim.